e Ekonomisë lansoi kërkesën për propozime për ankandin e parë konkurrues për energji me erë me kapacitet të synuar deri në 100 megawatt. Sipas ministres në detyrë të ekonomisë, Artane Rizvanolli, ky ankand do të sjellë më shumë prodhim vendor të energjisë e më pak varësi nga importi. Çfarë bën këtë projekt të rëndësishëm për Kosovën, ose më mirë të them veçanërisht të rëndësishëm? E para është se burimet e erës na ndihmojnë pikërisht aty ku kemi nevojë më shumë, në orët e mbrëmjes dhe në muajt e ftohtë, veçanërisht kur kërkesa për energji rritet, pra profili i prodhimit nga era përputhet mirë me profilin tonë të konsumit si vend. And with the elections approaching in less than 2 weeks, me zgjedhjet që po afrohen për më pak se 2 javë, me lejoni të nënvizoj shumë qartë një pikë. Gjermania pret që përkushtimi i Kosovës ndaj tranzicionit të gjelbër energjetik të mbetet i fortë dhe i qëndrueshëm, pavarësisht cikleve politike dhe se cila parti do të formojë koalicione dhe do të udhëheqë qeverinë. Është hera parë që kemi një ankand me erë, një projekt relativisht kompleks, mirë po që është bën shumë në të botës, se kemi bën shumë në të botës si IFC dhe pse mos me bëhet edhe në Kosovë. Kështu që jemi shumë krenar për këtë. Projekti, siç e dini, është deri në 150 megawatt, që është faza e parë. Kemi 3 konkurrues të cilët do të ofertojnë dhe jemi shumë të kënaqur që kemi pas me shpallën e parë kemi pas 3 konkurrues që kanë kualifikuar, të gjithë me përvojë të shkëlqyeshme dhe besoj që kanë pas edhe oferta shkëlqyeshme. Sipas Ministrisë së Ekonomisë, deri më tani janë parakualifikuar 3 firma, një nga Franca, një nga Gjermania dhe një nga Turqia. Ankandi parashen një skemë mbështetëse 15 vjeçare dhe vlerësohet se është një projekt i veçantë dhe ndër më të mëdhenjët infrastrukturor.